Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Maris, kudo që jeni, ju ftojmë në këtë çast që të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e shtunë, jemi në javën e 2 gjatë vitit liturgjik cikli A. Psalmet i marrim nga java e 3 e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, krijues i të gjithave, drejtues në botë, që ditën e vesh me dritë të hishme, natën me hir të gjumit. Prehja gjymtyrve të këputura, tu kthej zellin e punës, të lehtësoj mendjet e lodhura, të hetë gjëmat nga shëruese. Fal ditës që kaloi, e uratëve në natë të re, ndihmo fajtorët me anë të premtimit, me këngë shpalosim himnin. Thellësisht të këndovët zemra, për ty zëri të kumboj, të dash dëshira e pastër, të adhuroft mendja për korë. Kur errësira e madhe me ne të mbuloj ditët, feja të mos njoh terrin, nga feja shkëlqef nata. Na ruaj atë plot drejtësi, dhe o birë baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllues, që në jetë e jetës je sundues. Amen. Antifona e parë. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. Psalmi 113. Lavdërojeni emrin e Zotit. I rrëzoj princat prej fronëve të tyre e i lartësoj të përvujtët. Thot Shën Luka Ungjilltar, kapitulli parë, rreshti 52. Lavdërojeni shërbëtorët e Zotit, lavdërojeni emrin e Zotit, qoftë bekuar emri i Zotit, qysh tash e deri në amshim. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. I madhërueshëm është Zoti mbi të gjithë popujt, lavdia atij i te kalon qejt. Kush është si Zoti i hyj ynë, që fronin e ka në lartësi, e nga lart vrojton qiellin e tokën? Nga pluhuri e ngres kamnorin, nga llomi e lartëson të vobektin, për ta vënë të ri me princat e popullit të vet. A i bën të banoj beronja në shtëpi të vet, nën fëmijësh të gëzueshme. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. Antifona e dytë. Do ta ngrej gotën e shëlbimit e do të thëras emrin e Zotit. Psalmi 116, falënderim në tempull. Me anë të tij, pra të Krishtit, t'i kushtojmë vazhdimisht hyjit fli lavdije, thot letra drejtuar Hebrejve 13:15. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi. Në hutimin tim kam thënë, renacak është çdo njeri. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjitha të mirat që mi ka dhënë. Do të ngrej gotën e shëlbimit, e me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në pranin e mbar popullit të tij. E çmueshme është para Zotit vdekja e shenjtërve të tij. O Zot, unë jam shërbëtori yt dhe i biri shërbëtorës sate. Ti i këpute hekurat e mi. Ty do të ta kushtoj flinë e lavdit, me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në praninë e mbar popullit të tij. Në oborret e shtëpisë së Zotit, midis teje, o Jeruzalem. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Do ta ngrej gotën e shëlbimit e do të thëras emrin e Zotit.
Antifona e tretë. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyi e lartësoi në lavdi. Kënga marrë nga letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 2, rreshta 6 deri 11. Krishti shërptor i hyjit. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hy, Barazinë e vet me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. por i amohoi vetvetes. E mori natyrën e shërptorit dhe u bëi ngjashëm me njerëz, Dhe për ka pamja jashtme, dukej vetëm njeri, e përuli vetveten, duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. mu deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmojë Jezu Krishti është Zot. në nder të hyjit atë, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyi e lartësoi në lavdi. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 13, rreshtat 20 deri 21. Hyi burimi i paqes, që e nxori lart nga të vdekurit me anë të gjakut të beslidhjes së amshuar, bariun e madh të deleve, Zotin ton Jezusin. Ju bëf të aftë për çdo vepër të mirë që ta kryeni vullnetin e tij. Ai bëf në ne çka atij i pëlqen, në për Jezu Krishtin, të cilit i qoftë lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Përgjigje e shkurtër. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Ti i bëre me mirësi dhe urti. Veprat e tua, o Zot. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Jezusi e predikonte ungjillin e mbretërisë së hyjit, duke shëruar në popull çdo sëmundje e çdo lëngat. Kënga e Vjergjërës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli 1, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej brorit hyjet shërbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithëpushtetshëm. I shejt është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rrëzoi princat prej fronëve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoi Izraelit shërptorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar e tërvetan, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Jezusi e predikonte ungjillin e mbretërisë së hyjit, duke shëruar në popull çdo sëmundje e çdo lëngat. Lutjet e besimtarve. Krishti tregoi mëshirë ndaj popullit të uritur dhe për t'i bërë vepra të mrekullueshme, plot besim dhe përvojtri ta lusim me përshpirtri. Na e trego, o Zot, dashurinë tënde. O Zot, e pranojmë se të gjitha të mirat na vijnë prej Teje. Bëj që të mos kthehen te ti të pafryqshme, por le të sjellin fryte shëlbimi.
Na e trego o Zot dashurinë tënde. Ti që je drita dhe shpëtimi i të gjithë popujve, ruaji dëshmitarët që i ke dërguar në për tërë botën. Ndizë në ta zjarrin e shpirtit tënd. Na e trego o Zot dashurinë tënde. Bëj që të gjithë njerëzit të bashkëpunojnë për të formuar një botë të re. Në përkim me aspiratat e ligjshme të përparimit në drejtësi dhe paqe. Na e trego o Zot dashurinë tënde. Shëruesi shpirtrave dhe trupave, shëroj të sëmurët dhe qëndro afër atyre që janë në çastin e vdekjes. Me mirësinë tënde na mbush dhe na forco me dhuratën e dashurisë sate. Na e trego o Zot dashurinë tënde. Të vdekurit, emrat e të cilëve janë të shënuar në librin e jetës. Numëroj ndër të lumturit e tu. Na e trego o Zot dashurinë tënde. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrit, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy i gjithëpushtetshëm dhe jamshuar, drejtoj veprat tona sipas vullnesës sate, që në nder të emrit të birit tënd të dashur, të bëhemi të pasur me vepra të mira, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjt hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen.